Unë mendoj se kjo çmenduria e shekullit 21, që ka kërkuar prokuroria e gjykatës speciale në 180 vite burg për 4 kolegët tona, apo për ish presidentin dhe të tjerët. Dhe unë mendoj që prokuroria nuk po mund gjen fakte, argumente që ti dënoj këta dhe tash ajo merret me këto 45 vite. Edhe mendoj që kjo prokurori nuk e meriton të jetë ato ku janë sot, se kjo drejtësi nuk është. Unë kam frikën që mos jetë, inshallah nuk do të zoti të jetë drejtësi politike. Se nëse politike për ne shqiptarët e kemi përvojën e keqe nga gjykatat politike në Jugosllavi dhe në Serbinë. Kështu që shpresoj të jetë tamam drejtësi që duhet ndahet, po duhet besoj që këta prokuror kanë dështuar fare krejt. Unë besoj dhe duhet besoj fuqishëm se trupi gjykues nuk i merr asnjë për bazë deklaratat e prokurorisë. Gjitha këto deklaratat apo gjitha kjo akuzë soi ka qenë e fabrikuar dhe e montuar nga njerëz të cilët kanë trupin Kosovë dhe kokën e kanë në Serbi. Dhe unë shpresoj që mbrojtja ka qenë shumë e fortë, gjyqtarët do të anojnë nga drejtësia, jo nga ana e kundërt e prokurorëve. Dhe kjo mu më lën përshtypje të mëdha se kjo prokurori ka dështuar total, duke parë arsyet e saj të cilat ka hapur lidha Demi Asharin, pse u takua Demi Ashari me Hashim Thaçi, me Kadri Veseli, me Bacin Jakub, me Regjin dhe të tjerë. Do thotë merret edhe me Demi Asharin, ai ka vdek ka ra dëshmor që 28 vite me familjen komplet edhe lagja atina 56 antarësh në vrom, dhe këta merren me Demi Asharin. Do thotë se nis pas kompos të drejt, ta shirojmë vendin tonë ka ardhit. Po çka është më e mira se sot duhet t'ju them një lajm shumë të mirë. 30 deputetë e parlamentit zvicran kanë bërë një rezolutë dhe kanë nënshkruar ku nesër në orën 11 do të dorëzohet gjykata speciale kjo rezolutë nga 30 deputetë të parlamentit zvicran, dhe këta deputetë kanë dorëzuar qeverisë zvicrane këtë rezolutë, që qeveria zvicrane të mirë rezoluta është ndo drejtësi barazi asgjë më tepër deputetët e Zvicrës nuk kërkojnë nga kjo gjykatë, vetëm drejtësi dhe barazi kërkojnë. Bëj thirrje sonte nga Haga këtu në Den Haag, ku jam sonte ka marrë në Den Haag ta përcjellë seancën për nesër dhe të mërkurën. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Kosovës, qytetarëve shqiptarë sidomos, anë këndrojë shqiptarë ku jetojnë, punojnë me projnë, që me 17 shkurt vinë në Prishtinë në sheshin Skënderbej në ora 14 në protestë paqësore. Protesta ka karakter gjithmonë jo kundër drejtësie, po të ketë drejtësi me fyt kundër asaj padrejtësie që ndodhet në Haag, kundër këtyre prokurorëve që kanë shpik, kanë rrejt dhe kanë manipuluar me dokumentacion dhe me njerëz, dhe kundër kësaj ne do të protestojmë. Edhe unë besoj se protesta do të jetë e madhe, unë besoj mbi 100.000 do të jetë numri. Bazë informacione nuk kam i sigurt, mos të merret kjo se sakt, kam informacione që do të vjen nga presidenti i Shqipërisë. Begaj do të vjen. Por zonja Osmani është përmendur edhe presidenti. Edhe Josa Osmani kam informacione, prom kanë lajmëruar për Josa Osmanin, po edhe për Begaj më kanë lajmëruar që do të vinë deputetë të parlamentit shqiptar, do vinë deputetë shqiptar nga Maqedonia, kemi informacione se ata do të vinë studentë nga Shqipëria me autobus të organizuar. Kështu që unë shpresoj se do të kalojnë numri mbi 100.000. Do të vinë Tavlan Balla, grupi parlamentar i Partisë Socialiste komplet, do të vinë deputetë e tyre, po deputetë të tjera partive shqiptare në Shqipëri aty që janë do të vinë. Kështu që kemi informacione që do të jetë një numër bukur i madh.